Faleminderit shumë. Pra, realizojmë edhe një aktivitet që kemi në shtyllën e infrastrukturës dhe në shtyllën e disperzimit të shëndetësisë në nivel regional. Pra, sot jemi këtu për të inauguruar hapësirat e reja për transfuziologji, që janë edhe në aspekt fizik moderne dhe në aspekt teknologjik të moderne dhe në përputhje me nevojat që i kemi këtu në Tetov. Pra, është një nga qendrat, siç e përmendi edhe drejtori regionale, që jep shërbime për këtë pjesë të shtetit. Uroj që më tej të vazhdojmë edhe në shtyllën e dytë në aspektin e kapaciteteve njerëzore. Pra, shumë shpejt do të hapet edhe procedura për punësime të mjekëve dhe motrave medicinale, me qëllim që të kemi edhe kapacitete njerëzore në përputhje me nevojat që kemi këtu në Tetov. Ashtu siç drejtori përmendi, uroj që të gjithë qytetarët që jetojnë në këtë pjesë të shtetit të dhurojnë, të vazhdojnë të dhurojnë gjak, pasi gjaku është jetë dhe gjaku ndihmon që një qytetar paktën ta anashkalon problemet shëndetësore në aspekt të ruajtjes së shëndetit. Ne do të vazhdojmë si Ministri e Shëndetësisë të suportojmë gjithçka që lidhet në përputhje me shtyllat që i kemi definuar, pra si në aspekt të intervenimeve infrastrukturore, ashtu në aspekt të kapaciteteve njerëzore dhe teknologjike. Pra, do të vazhdojmë më tej si me drejtorin e Spitalit të Tetovës, ashtu edhe me drejtorin e klinikës, që këtë pjesë dhe këtë institucion ta ngrimë në nivel të duhur ashtu siç kërkojnë standardet evropiane. Faleminderit shumë.